Profeti Ibrahim dhe mbreti mizor. Transmeton Ibn Hurere radiallahu anhu se pejgamberi alayhis salam ka thënë: Ibrahimi alayhis salam asnjëherë nuk ka gënjur, përpos në 3 raste. Quhet gënjeshtër në mënyrë ironike, se në të vërtetë ka qenë vetëm veprim, i cili ka pasur mundësi të ketë kuptim të 2 çështjeve në aspekt fetar. Ajo ishte kthjelltësi, mbretësi dhe mbrojtje prej gënjeshtrës, sikurse është rasti i tregimit të 2 çështjeve në mënyrë ironike për t'i ikur gënjeshtrës. E me këtë, nuk mund të argumentohet se pejgamberët nuk janë të mbrojtur prej mëkateve, 2 herë për Allahun kur ka thënë: Unë jam i sëmur, dhe mos ndoshta ka vepruar kështu i madhi i tyre. I ka thyer zotat, idhujt, dhe një herë me ngjarjen e Sarës, gruas së tij, kur ka shkuar në një vend të një pushtuesi mizor, ndërsa me vete kishte Sarën, e cila ishte shumë e mirë, e i thot asaj: Ky mizor, nëse merr vesh se je gruaja ime, do të pronsoj, por nëse të pyet, ti i përgjigjesh se je motra ime, edhe pse e vërteta është se ti je motra ime në Islam, sepse në tokë sot nuk ka musliman tjetër, pos meje e teje. Kur hyrin në atë vend, e shohin banorët e mbretit mizor dhe i thonë mbretit: Nëse në vendin tënd vjen ndonjë grua, nuk i takon askujt tjetër pos teje dhe lëshoje të vite ti, dhe ja sjellin atij. Ibrahimi alayhis salam filloi të falej. Kur hyn Sara te ai nuk mundi të zgjaste dorën për t'ia marrë dorën, por i shtrëngohet dhe i paralizohet. I thot asaj: Lute Allahun të ma liroj dorën se nuk do të bëj të keqe. Dhe ashtu ajo veproi. Kthehet të nesërmen, por dora i shtrëngohet edhe më shumë. I thot asaj si herën e parë, e ajo njësoj vepron. Kthehet herën tjetër dhe i shtrëngohet dhe i paralizohet dora më shumë se 2 herët e tjera. I thot asaj: Lute Allahun të më lirohet dora pash Zotin, se nuk do të bëj keq. Ashtu ajo vepron dhe i lirohet dora. E thërret njeriun, i cili e kishte sjell Sarën dhe i thot: Me të vërtetë ma ke sjell shejtanin e nuk e sjell njeri. Merre dhe largoje nga ky vend dhe jepja Haxheren. Ajo kthehet duke ecur normal, e kur e sheh Ibrahimi alayhis salam se ai është larguar prej saj, thot: E ka penguar Allahu dorën e mizorit dhe e paralizuar, dhe e ka bërë roktar. E Burira ka thënë: Kjo është nëna juaj, o bijtë e ujit të qiellit. Nga ky tregim përfitohet se, e para, lejohet ironia, sepse ironia dhe alegoria e fjalës nuk është rren, por sqarim. E dyta, pranimi i dhuratës nga idhujtari qoftë edhe mizor, sepse ai mbret ja jep Ibrahimit dhuratë Haxheren, e Ibrahimi e ka pranuar dhuratën nga idhujtari mizor. E treta, ndonjëherë Allahu i hakmerret të padrejtit aty për aty, ashtu siç i ka ndodhur që mbretit i është paralizuar dora 3 herë. E katërta, të mirëve Allahu ju përgjigjet më një herë, ashtu siç ju përgjigj Sarës 3 herë, e ju është liruar dora e mbretit prej paralizimit. E pesta, Zoti i sprovon të mirët për t'i ngritur në shkallë edhe më të lartë, ashtu siç e ka sprovuar Sarën dhe Ibrahimin me këtë mizor, dhe siç i ka sprovuar të tjerët. Në hadith thuhet: Njerëzit të cilët më së shumti sprovohen janë pejgamberët, e pastaj të ngjashmit me ta, e pastaj të ngjashmit me ta. E gjashta, duhet që njeriu në rastet e fatkeqësive të angazhohet me namaz. Kështu ka vepruar Ibrahimi, e kështu ka vepruar pejgamberi ynë alayhis salam.